Buxhet $901 miliard për Pentagonin. Trumpi gati ta nënshkruajë. Senati Amerikan votoi me shumicë shumë dërmuese të mërkurën për të avancuar një politikë për përcaktimin e projekt ligjit prej $901 miliard për Pentagonin, duke dërguar këtë projekt ligj masiv në shtëpinë e bardhë, e cila tha se presidenti Trump do ta nënshkruajë atë dhe do ta kthejë në ligj. Akti I autorizimit të mbrojtjes kombëtare për vitin fiskal 2026 ose NDAA është një kompromis midis masave të veçanta të miratuar më parë këtë vit në dhomën e përfaqësuesve dhe Senat. Ai autorizon një shifër rekord prej $901 miliard për shpenzime ushtarake vjetore dhe një rritje prej 4% të pagave për trupet. Ai gjithashtu autorizon reforma në sistemin për blerjen e pajisjeve ushtarake dhe përfshin përpjekjet për të rritur konkurrueshmërinë me rivalet e Shtetet Bashkuara, Kinën dhe Rusinë.